Mungesa e infrastrukturës dhe kushtet jo të mira për qëndrimin dinjitos të dënuarve bën që Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari të jap dritën jeshile për mbylljen e burgut të Bënçës në fund të muajit tetor, propozim që daton 2 vite më parë. Me mbylljen përfundimtare, përveç të burgosurve që po transferohen nëpër burgje të tjera për shlyerjen e dënimit, ky vendim sjell edhe lëvizje të punonjësve, zyrtarisht Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve i tha Report TV se organika në total e burgut të Bënçës ishte me 113 punonjës, nga të cilët 33 staf civil dhe 80 të tjerë efektiv të policisë së burgjeve. Megjithatë, organika nuk ka qenë plot në momentin e daljes së urdhrit me 74 policë dhe 30 staf civil, që përfshin stafin shëndetësor, jurist, ekonomist, sociolog, psikolog dhe staf mbështetës. Burgjet thonë se pas njoftimit të mbylljes së Bënçës, stafi është vënë në dieni dhe ka nisur një proces i marrjes së pëlqimit për transferimin e tyre në të njëjtat pozicione në burgun më të afërt, atë të Fierit, por edhe në të tjerë nëse ka vakanca. Kështu deri më tani 28 efektiv të policisë kanë pranuar të transferohen, 25 prej tyre punojnë tashmë në Fier, 3 të tjerë përkatësisht në burgun Minepeza, në Tiranë, një tjetër te Jordan Misja dhe një në Vlorë. Një pjesë tjetër e punonjësve policë të burgut të Bënçës që nuk dhanë pëlqim për transferim, do të lirohen nga detyra dhe rrjedhimisht do të trajtohen me pagesë kalimtare siç e parashikon ligji. Kjo pagesë është një formë dëmshpërblimi financiar që jepet për të zbutur lëvizjen deri në 2 vjet pas lirimit. Në këtë mënyrë do të trajtohen në total 28 punonjës policie. Për pjesën tjetër të stafit policor, prej 18 punonjësish po vijojnë procedurat për transferim, pasi kanë dhënë pëlqimin. Për stafin civil, prej 30 punonjësish nuk kanë nisur ende procedurat e transferimit, por kanë marrë dieni lidhur me vendet vakante në burgun e Fierit për punonjës social, psikolog, magazinier, mjek, infermier dhe specialist për ushqimin, me qëllim vijimin e marrëdhënieve të punës brenda sistemit të burgjeve. Ministria e Drejtësisë në harkun kohor të pak viteve mbyll 3 burgje në vend për shkak të kushteve të vështira. Më herët ishte burgu i Zaharis në Kruj që u kyç dhe burgu i Grave në Alidem në kryeqytet. Qeveria planifikon mbylljen edhe të disa burgjeve të tjera dhe ndërtimin e të rinjve në mënyrë që të dënuarit të përfitojnë trajtim optimal sipas standardeve të Bashkimit Evropian.